Nga viti 2008 deri në 2024, rreth 1 milion shqiptar kanë marrë leje qëndrimi për herë të parë në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Sipas dhënave të Eurostat, shqiptarët me leje qëndrimi të rregullt përbëjnë rreth 41% të popullsisë që jetojnë ende këtu, por totali i shqiptarëve jashtë vendit është më i lartë, po të përfshihen emigrantët që jetojnë në Britani, Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe në vendet e tjera jashtë BE-s. Duke analizuar të dhënat e Eurostat mbi lejet e qëndrimit për herë të parë dhënë shtetësve shqiptar nga vendet e Bashkimit Evropian, shihet një rritje e vazhdueshme e emigracionit që ka ardhur duke u përshpejtuar vitet e fundit. Të dhënat tregojnë se në vitin 2008 ishin regjistruar 97.780 leje qëndrimi, ndërsa në vitin 2014 stoku i lejeve arriti rreth 389.000. Pas vitit 2015, ritmi i rritjes u përshpejtua ndjeshëm. Në vitin 2018 totali kaloi mbi 600.000, ndërsa në vitin 2021 kishte shkuar në mbi 765.000 leje. Trendi vijoi edhe më fuqishëm në 3 vitet e fundit. Pas pandemisë, vetëm nga 2021 deri në 2024, numri i lejeve të qëndrimit të dhëna për shqiptarët në BE u shtua me mbi 230.000, duke çuar totalin në pothuajse 1 milion. Ky ritëm tregon për një presion të vazhdueshëm me emigrimin nga Shqipëria drejt vendeve europiane, pavarësisht zhvillimeve ekonomike dhe sociale të brendshme. Rritja konstante nga viti në vit tregon për një prirje afatgjate dhe të qëndrueshme, ku çdo vit mijëra qytetarë kanë kërkuar mundësi pune dhe jetesën në vendet e BE-s. Punësimi dhe përmirësimi i gjendjes ekonomike është arsyeja kryesore që i shtyn shqiptarët të emigrojnë. Shifra 1 milion leje qëndrimit të shqiptarëve në BE e rëndit Shqipërinë në krye të vendeve për emigracionin e lartë në raport me popullsinë, duke na renditur gjithashtu ndër komunitetet më të mëdha të emigrantëve në hapësirën europiane.